4 tetor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Kam shumë se 3 ditë që qeveria amerikane shut down. Me presidentin George Bush i riu nuk ka ndodhur, me Bidenin jo, me Obamën ka ndodhur një herë, me presidentin Trump 4 herë. E majta këtu përpiqet ta shes kur është faj i tiranit, Hitlerit, diktatorit Trump. Jo, Gracka është e demokratëve. Thelbi është se duhen 60 vota në Senat, pra gjithmonë minoranca kontrollon. Propozuan diçka që Trump s'do ta lejonte kur, pra emigrantët ilegal të paligjshëm të mbernin mbulesë siguracione shëndetësor falas. Trump këtë nuk e firmoste, por që do të zgjidhet gjatë rrugës nuk diskutohet. Duket se Hamasi ka pranuar disa nga pikat e paqes që quhet paqja Trump, por në fakt e përpiluar nga Kushner mendimin e Tony Blair. Se si do shkoj, duket se ultimatumi i Donit Math për dielën u minimizua. A ka kohë Doni Math merret me probleme periferike, siç ishte gafa azerbaxhanse e liderit Surrelit në pranit Macron? Duhet ta trajtosh problemin me mendimin këtu, jo me mendimin fshatareks të Ballkanit. Trump, shezari modern i kohës, i cili kontrollon tërësisht spektrin politik amerikan, është atipik, i vështirë për të komunikuar me të, dhe natyrisht shumë e vështirë që ta kesh armik, ta kritikosh, ta tallësh, dhe për këtë mund të flas Merkel, presidentja e Meksikës, kryeministri e Danimarkës, kryeministri i Kanadas, mund të tregojnë bisedat telefonike dhe shpërthimet e Trump. Trump nuk merret me mosha të vogla, e ka gjithmonë kundërshtarin e do në nivelin e tij. Nuk duhet bien pre e lajmeve periferike për të krijuar idenë që do hakmerret Trump, do ta shkatroj liderin global Surrelit. Jo, mendimi im është ky që Rama do të largohet si përfaqësues i trafiqeve i narkoshtetit. Dosja masive në duart e Bongjinos dhe të Kash Patelit, ky është thelbi. Ai skenar në pranë të Macronit, të cilit ju e patë se si e lanë rrugëve të New Yorkut, nuk është kod, është sap koscienca e Ramës. Vjen nga një familje politike anti-amerikane, kundër të djathtës amerikane, e urren. Nuk është lapsus, është e menduar, kush e filmoi videon. Tani një Twitter i bërë nga dikush që duan ta paraqesin mendimtar të mëdhenj shqiptar si këshilltar Trumpit, George Papadopoulos, Jorgo me rënjë greke, ai nuk ka qenë këshilltar. Është vetë ofruar te fushata e Donit Math në zgjedhjet e 2016 dhe kur u dënua, Trump tha që ai ishte një coffee boy, ai që silte filxhanet. Personazhi Papadopoulos është vetë punonte në Londër, analist petroleum, ju afrua dikujt nga stafi që mund t'ju organizoj një takim me presidentin Putin. Pra tregoj sikur kishte potencë lidhje me Rusin, mbasi mund t'i ketë pasur. Në një email tjetër me stafin ka thënë që mund t'ju organizoj takime me njerëz të fuqishëm në Angli, në Gjermani, dhe në një bisedë me dikë me ambasadorin australian ka thënë që unë kam materiale shumë dërt, pisliqe për Hillary Clinton i kam nga Rusia. Dhe këtu filloi e gjitha që ngatroi keq fushatën e zotit Trump dhe Deep State, ish drejtori i FBI, ish drejtori i CIA-s, kreu inteligjencës ranë pre, nxorën një urdhër përgjimi fisa për Flynn, për vetë Papadopoulos,
i cili gënjeu, mashtroi dhe tha që jo, kjo ishte, dhe u dënua 14 ditë burg dhe 1 vit me kusht. Trump, kur u largua, e falin 2020. Kaq. Nuk ka asnjë lidhje me zotin Trump. Orvat, që t'ishte kongresmen në Kaliforni, nuk mori, nuk është orbita e presidentit. Ka qenë i ofruar, e ka pasur Trump në një truez në fillim, një djalosh i ri, por jo që themi që e ureka foton e Ramës me Meganikë dhe kanë nxjerrë Papadopoulos. Po të shikosh tek Twitter është një replay që quhet Doge, ai pra janë ata njerëzit e zgjuar, Doge është një faqe që ka materiale të shumta dhe natyrisht për t'ia kujtuar nuk ka asgjë të keqe. Këtu është thelbi i Ramës. Tek dosjet 8000 faqe Meganikë, të lidhjet me Sinaloën, sepse ka qenë Don Bongino, numri 2 FBI, që është marrë thellësisht me këto. Për median serioze amerikane, ajo tallja, gafa e Ramës nuk ka shkuar te ekranet e Fox News, New York Post, Wall Street Journal, CNN, paksat e Newsweeku, tek mediat e majta evropiane pa diskutim, e ka përdorur Newsin dhe disa kongresmen. Nuk besoj se ka shkuar te Doni Ma, Don nuk fal. Nuk toleron. Ka shumë që thonë çfarë do t'i bëj Trumpi, Ramës. Dhe them edhe një herë, Trump përfaqëson superfuqinë më të madhe. Nuk mund të ul nivelin e qasjes. Por natyrisht, një person që nuk po fal, ish drejtorët e FBI, CIA, ish këshilltarin e sigurisë kombëtare dhe të Bolton, prokuroren, do të fal një kurreplak fshati që kërkon tallet me të. Natyrisht që stafi duhet di diçka. Ideja që janë përgjigjur nga zyra, zëvend sekretare, aq më tepër që qeveria shutdown asnjë s'është në zyrë. Unë kam bërë si fokus zyrtarisht, kam pyetur në departament, nuk përgjigjet se nuk ka njerëz në zyrë. Dhe aq më tepër ky vend i madh nuk e ul veten të diskutojë problemet kësaj natyre. Natyrisht që çfarë ndodh në median e Shqipërisë ka një detyrim e ngarkuara me punë që ka potencën e ambasadorit të njoftojnë departament. Çfarë ndodh, çfarë thuhet. Rama ose ka tekaluar veten duke e konsideruar veten lider global, ka kaluar në këtë gafë, pra, karma, ose e di fundin e tij dhe përpiqet të vetë viktimizohet dhe bën ngjitur me Macronin është një skenar. Ato që s'bëjnë dot, ata që janë potencialisht afër Donit të madh, presidenti francez, kryeministri, kancelari gjerman, italiana se bën se është me Trumpin ai anglezi, fusin dikë, lejojnë dikë, dhe çfarë arrin? Ajo që Trump ka thënë paqja midis Azerbajxhanit dhe Albania, mund të jetë lapsus, por ju nuk e dini se çfarë informacionesh merr zoti Trump çdo ditë në trezën e tij. Dhe kur thotë që ka ndaluar shtat luftë, i ka ndaluar, jo ai personalisht, kjo administratë e madhe. Se e ka thënë tangent dhe asnjë nuk e ka parë që ndalova për plasën luftën midis serbëve dhe shqiptarëve. Ne nuk e dim. Serbia përmatoset shumë. Interesat amerikane për fatin ton janë me ne në Ballkan. Me shqiptarët këtej dhe shqiptarët në Kosovë. Nuk i prish dot as Trump, as Kurti. Pse e them këtë? Jo thjesht është dëshira ime, por është ajo linja e moçme e Xhezi Helmsit të madh që i shkruante letër presidentit Reagan, dhe atë letër më ka dhënë Baleta që ka qenë ambasador, ku i kërkonte zgjidhja në Ballkan bëhet duke mbajtur lart ujrave të ngrohta ariun rus dhe me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kjo është platforma. Tjera të rasta janë kalimtare, kalesa, ka një bazë amerikane. Pra, jemi me fat që jemi tokë e ndikimit amerikan, pikë. Duhet dim ta ngrem çështjen tonë. Personalisht, nuk më vjen mirë që kryeministri i vendit tim të ketë në këtë nivel. Edhe pse është nga e majtë. Edhe pse e thash dhe njërë,
ajo lloj e të folurit tregon vijshmërinë e të folurit të partisë drejtuar nga Hoxha. E keni dëgjuar në një Ramën të flas me këto lloj tallis për Putinin, për Vučić, për Macron, për të gjithë ata që janë kundër çështjes tonë kombëtare, për kryeministrin grek, dhe guxon me Trumpin. Shkodrani ka një shprehje të Rritmenia, dhe siç ma kanë thënë dhe këtu koleg, kur flitet gjithmonë për Erdoganin, do të haj pesha e tij. Nuk ka gjë më të rëndë se pesha e vetes. Edhe Rama. Konsumimi s'ka jorë 12 vjeçar, kur nuk e afruar asnjë vizion, kur nuk e afruar asnjë të ardhme për vendin, kur je zhytur në korrupsion madhor, dhe kur je përgjegjës për largimin e thuajse 1 milion shqiptarëve, do të vi një ditë që ajo që quhet karma. Tek dosja me Ganegëll, ai është i përfshirë thellë. Nuk është mbyllur as dosja tjetër me Obamën për Ramën. Dhe natyrisht, ashtu si u lëshuan stafierët e zotit Trump, duke sulmuar ish drejtorin e FBI-t, ish drejtorin e CIA-s, kur vetë një punëtor i Boltonit ka shpatel, dërgon FBI në zyrat e tij dhe tek shtëpia e tij, çfarë kujtoni ju? Se do të heshtin ndaj krijesave të tilla që kërkojnë me humor amatoresk të tallen me shefin e tyre? Mendimi im që është më thellë. Analiza e Don Bongjinos për Sinaloën, mediat e djathta amerikane që kanë shkruar për trafiqet, janë ato që do ta vendosin në një trekëndsh. Natyrisht që politika amerikane, politika e madhe, ka probleme tjera madhore. Shqipëria është një vend periferik. Çdo çast ka momentin e vet. Por unë kam mendimin që çdo gjë kryhet nga ata që e ndjejnë këtë shtypje, këtë vjedhje, nga ne, nga ju që jeni atje. Dhe strategjia duhet të jetë e tillë. Sa më e fortë jetë shtypja e sunduesit, aq më e madhe, si me ligjin e Newtonit, duhet të jetë reagimi kundër veprimit ndaj saj. Amerikanët, të jem realist, të fortin e respektojnë. Respektojnë atë që reagon me forcë. Fatkeqësisht shpeshherë Trump pëlqen këta liderët autokrat i quan të fortë. E ka thënë për të Azerbajxhanit, për të Hungarisë, për Erdoganin. Dhe Berisha është i saktë kur thotë që është si thuajse një gjysmë diktaturë, njësoj si në atë kohë, kur kontrollon çdo gjë, por ka një ndryshim në kohën e diktaturës, nuk thoya dot asgjë. Tani nuk të ndalon dot ta kundërshtosh. Shqipëria ka nevojë për një turning point, siç ishte ai djalosh brillant Charles Kirk këtu. Duhet të kuptojmë që rinia studentore, ata që janë në gjimnaz, fakultet, ata që edhe nuk shkojnë në shkollë, kanë shumë energji. Kanë hormone, rebelimi. Duhet ditur që të bësh atë turning point, si ndodhi këtu. Unë kam parë disa djem e vajza që e kanë atë nervin që mund ta bëjnë. Charles Kirk nuk ishte pjesë e partisë republikane, por ishte organizatori më i mirë politik. Një lëvizje e madhe. Dhe një nga faktorët që Trump fitoi, për mua ishte Musk dhe Charlie Kirk. Musku që dhuroi $240 milion, dhe personi që organizoi.
Në rastin shqiptar nuk ka mask, po janë ata oligarkët që japin miliona dollar, janë me Ramën. Parat e krimit. Turning point nuk shikoj ende. Këtë do t'i sugjeroja. 2-3. Një në qendrën e Shqipërisë, një nga Shkodra, një diku nga Vlorë, për të sjell, sepse a i mbani mend kur ky humoraxhiu i Azerbajxhanit shkonte tek studentët në Vlorë, çfarë i bën? E mbani mend? Vlora pra, zora para operative, ja bën 8-2. Po kur dolën studentët rrugëve të Tiranës, që të tundën, kjo i duhet Shqipërisë. Tjetra pastaj shikoj që përmenden emra jo politik në Tiranë. Nuk ka pse të ketë njerëz që janë zhyrët e Sorosit, pikë. Je një lëvizje e djathtë. Dhe Sorosi është armiku kryesor i traditës, kombit, vlerave, familjes, dhe Trump e ka hedhur për gjyq. Dhe në kohën që ai do të dalë pandehur, fillon fundi të tmerrshëm i Ramës të smurit të Evropës juglindore. Unë ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.